مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Mirë se keni ardhur në manifestimin kushtuar 20 vjetorit të hapjes së paralele së vajzave në medresen Alaudin. Kurani dhe praktika e Muhamedit a.s. në vetvete reflektojnë maksimën. Edukimi dhe shkollimi një vajze në kupton edukimin e një familje, rrjedhimisht edukimin e një shoqërie të tërë. Prandaj, në bazë të rëndësisë së kësaj porostie hyjnore, u hap edhe paraleja e medresesë së vajzave. Me këtë çastje të re, medreseja filloi burimisht, sepse përmbushi edhe një urdhëresë të Zotit dhe u bë fiksynim dhe vendfrymëzim i vajzave nga të gjitha trojet tona. Padyshim që përkrahja e kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, që në hapat e parë të fillimit të punës, e që në krye ishte Dr. Rexha Goja, dhe deri në këtë kohë që udhëhiqet nga Magjistër Naim Efendi Tërnava, ka qenë në vazhdimsi dhe në çdo moment. E në veçanti kjo përkrahje ishte dhe vazhdon të jetë, kur stafi i medresesë ka organizuar programe për të shënuar data të rëndësishme, qofshin ato të karakterit fetar apo kombëtar. Ndaj, në mesin e shumë hoxhallarëve dhe prizve fetar në atë kohë, ishte edhe drejtori i medresesë në ato vite, tani mufti i Republikës së Kosovës, Magjistër Naim Efendi Tërnava, të cilin e ftojmë për një fjalë përshëndetje. Njëni që në emër të Bashkisë Islame dhe në emër tuaj dhe timin përshëndesim dhe prezencën dhe profesorit tim shumë nderuar tonin të gjithëve Molla Bajrushin, i cili të rjetën ja kushtoi medresesë dhe tashmë edhe me zotni Jusufin janë pension dhe dha një kontribut jashtëzakonshëm për medresen. Unë nuk mund të them më shumë se që thanë dokumentar, por jam vetëm një nga protagonistë të shumët të cilët dha një kontribut direkt para 20 vjetëve që të vije deri te hapja e medresesë së vajzave këtu në Prishtinë dhe në Prizren. Ishte nevojë e kahmotshme pa dashje të hyjmë dhe të shpjegojmë për rolin e femrës muslimane, të shpjegojmë për të drejtat e saja, për pozitën jo të drejtë që e ka pasur edhe këtu në këtë kontinentin e Evropës, mirë po edhe anë këndë botës, kur femra është trajtuar ashtu si nuk duhet trajtuar, duke mos e dhënë asfar të drejtë dhe duke mos e kthyer kokën ka ajo që porosit Kurani, që vërtet është 1400 vjet
femrën veç e barazon me mashkullin në çdo fush apo çdo segment jete, duke bërë dallimin kuptohet nga ana fizike e krijimit të tyre dhe përgjegjësitë të varur nga pesha që ato edhe mund të bartin. Ndaj, unë, por e sigur ju të gjithë tjerët këtu, nuk mund të themi asgjë nëse nuk falenderojmë nënat tona, të cilat kanë vuajtur shumë. Nënat tona të cilat nuk ditën shkrim lexim, shumicës sonë, s'paku gjeneratësim është fjala, mirë po ato ditën mirë shumë që të përkundin burërin, edukimin, perspektivën e këtij populli dhe këtë bazuar në besimin e thellë që kam pasur në Zotin Xhelleshanuhu dhe në porositë e Muhamedit alayhis salam. Ato ja dolën përkundër situatave të palakmueshme. U përballen me atë që nuk është dashur të përballen. Ato vujtën shumë. Vujtën edhe në luftën e fundit në Kosovë shumë. Pra kontributi më i madh i takon gjenisë femërore për të arriturat tona se sa gjenisë tjetër. Andaj lut Zotin Xheleshanu që gjitha ato të i shpërblej me të mirat e tij në këtë, që janë gjallë ato dhe në botën tjetër ato që kanë shkuar. Megjithatë, fati jonë ishte i tillë. Edhe pse këtë ditë po jetojmë do ditë feste, siç ishte festa e pavarësisë një pjesë të tokave shqiptare, pra që po e quajmë Shqipëri, ajo është Shqipëri, më është një pjesë e tokave shqiptare. Pastaj kemi edhe ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam, njeriu më të dashur të Allahut Xhelleshanuhu, ku shfrytëzoi rastin që të uroj edhe festën e pavarësisë një pjesë të tokave tona shqiptare. Mirë po t'ju uroj edhe ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam, apo siç e themi ne me vludin, dhe një herë t'ju uroj edhe tashmë sot edhe për 20 vjetorin e themelimit të paraleles e vajzave këtu në Prishtinë dhe Prizren. Është mëse e vërtet se Kosova të ditë jeton të një okupim klasik. Kishin zbritur në Kosovë mbi 100.000 trupa serb, ushtar, polic, paramilitar, dhe detyra e tyre vetëm ishte që ata të bëjnë keq, që ata të vrasin, të torturojnë, të burgosin dhe të mos lejojnë që ne të frymojmë lirshëm. Përkundër kësaj dhe përkundër përgatitjes që bënte populli ynë për një të ardhme sa më të mirë, dhe përkundër asaj që prej vitit 89 deri në vitin 99 kishte organizuar një qendresë paralele karshi aty në institucionave që tashmë i kishte marrë Serbia, Bashkia Islame e Kosovës në asnjë rast nuk u dorëzua. Atëherë udhëheqën nga doktor Recep Boja dhe gjithë antarë tjerë të kryesisë së Bashkisë Islame që ishin në atë kohë kolegë, profesor e çfarë jo. U muara i vendim që u tha këtu. Dhe nëse janë këtu dhe sigurisht po kemi nga gjenerata e parë, u mor vendimi, por unë isha edhe drejtori medreses edhe antari kryesisë dhe paksa mbeti si përgjegjësi për përgatitjen teknike të vendit ku do zhvillohet mësimi. Ja dolëm disi, gjithherë ka pasur njerëz që kanë shli dorën e ndihmës për medrese. Me këtë rast dëshiroj në veçanti ta veçoj para juve Haxhi Ilazin nga Prizreni Uka, i cili ka ndihmuar shumë me mjete materiale në rregullimin e klasëve dhe drejtorisë aty ku është sot kryesia e Bashkisë Islame. Unë dëshiroj të falenderoj, po them, të gjithë kolegët e mi që kanë kontribuar këtu, dëshiroj të falenderoj drejtor me radhë që kanë qenë edhe pas meje, siç është
Pra Kremi është Bahriu, pas tash është edhe drejtori i medreses Jakupi, të cilët po kontribuojnë dhe ne po krenohemi me medrese. Sot kur i shohim këto vajza, unë i takoj shpesh, i shohim edhe në presidencë, i shohim edhe në çdo institucion të Kosovës, i shohim edhe në policitë të Kosovës, i shohim edhe në universitete, i shohim gjithë ka. Dhe edhe mund t'ju themi, kjo është medreseja. Ju themi, kjo është medreseja. Në këtë amfiteatër ku jeni ju, këtu u vendos edhe Ardhmëria e Kosovës. Në këtë amfiteatër ku jeni ju, këtu u los e Armja e Kosovës. Këtu u mbajtën 1230 tubime të karaktereve ndryshme politike për ardhmërinë e vendit. Medreseja qëndroi, Bashkia Islame qëndroi, punëtorët e saj qëndruan dhe nuk u dhanë asnjëherë. Ishin më të vërtet të patrembur, të pathyeshëm karshi armikut, mirë po ishin siç thot Allahu xhaleshanu shumë të mëshirshëm me zvete. Neve le të ecim me hapat sigurt, mirë po krejt në fund. Shikoni ju vajza që jeni tash dhe vitet po kalojnë janë 20 vjet. Kur po flasim ne ju vajzat asnjë s'keni qenë të lindura. Dhe kjo është krejtësisht për ju e diçka. Unë po ju them që ti kushtoni rëndësia arsimimit, mësimit, ti ndëgjoni profesorët e juaj, profesoreshat, dhe bashkarisht të korim suksesa për një tanë me sa më të mirë. Ju uroj për çdo gjë, e lut Zotin për shëndetin e juaj, dhe insha Allahu Taala do të keni perspektivë dhe më të mirë, nga se për Kosovën priten edhe ditë më të mira. Edhe një herë ju faleminderit shumë. Wassalamu alaikum. Endëm e haruar, mes të kujtuarve e gjallë, e vdekur mes të gjallëve, e vrasë, e plogësh. Kam haruar se si është ndish ajrin e mëshirës njerëzore, të dëpërtoj thellë në hojzat e ushtrive. Kam haruar se si është e jetosh mes të drejtëve. Kam haruar se kam një zemër që rreh një melodi më të bukur. Vërtet kemi haruar se kemi një shpirt që plequhet e pashkruara. E madje kemi haruar se në një cep të universit është një top i zjarr i quajtur diell. Ton, çupi diell, është i ngrohtë. Ton çupi diell është i ngrohtë. Sa do doja që ky diell të më ngrohte mua. Sa do doja që ky diell të më ngrohte edhe mua. Sa do doja që ky diell të më ngrohte edhe mua. Sa do doja që ky diell të më ngrohte edhe mua. Sa do donim që ky diell të na ngrohte edhe ne. O qenje njerëzore që lëkundesh me zjarres. O qenje njerëzore që lëkundesh me zjarres. O qenje njerëzore që lëkundesh me zjarres. Ti ke haruar të besosh, të jetosh. 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 Ju keni haruar të besoni, jetoni. Vështro brenda teje, aty do ta gjesh forcën për ta mposhtur padrejtësinë. Vështro brenda teje, aty do ta gjesh forcën për ta mposhtur padrejtësinë. Beso në trëndafilin e art profetik të mëshirës. Beso qenje njerëzore. Beso se epoka virtyteve nuk ka qenë vetëm një legjendë të filluar. Beso se i dashuri i gjithësisë nuk është vetëm një me. Beso në trëndafilin e art profetik të mëshirës. O, në dërgjegja ime, jeti ajo që më vlerë? E fshehur në skutat e thella të mbledhjesime? Ti je krijesa më e bukur. Për t'ju dërguar nuri gjithësisë. Bravo
që është aromën e tij e zënë. Bravo ta marrësh mëshirën që ke humbur në një ishull të largët. Bravo, bravo mos kalo, sepse asnjëherë nuk është vonë. Vallë, si përfunduam kështu, si ram prej hiqit, potësisë, shtërpësisë së virtytit. Si e harruam njeriun që na bëri të kuptonim se jemi krijesa më e zgjedhur? Gjumi në të cilin kemi rënë është vdekje për ne. Duhet të ngritemi, të shfletojmë fletët e kalendarit tonë, të shohim zjarrin e vulkanizuar të egoizmit, të zilisë, Të ndali furin e padrejtisë, të kërkojmë energjitë e pafunde të mirësisë tonë. Por si? O njeri dashur, ti e ke në dorë. Ti je qenja më e lartë, andajt kthehu në origjinën tënde të afërt. Aty ku mëshira dhe drejtësia formojnë bulvare më të bukur. Uçetën më të mahnitshme të profecisë. Krenarin tënd. Mënyra në të cilën të rënë nuk është e parëqme, edhe sira që të ka kapluar nuk është të pamposhtë. Tregësia e zemrës tënde nuk është pak të përkueshme. Mbit gjurmë të arta në për rrugët e labirintit tënd. Po fillon të bëjë ca rrahje të zbërta brenda meje. Sikur diçka e vogël po kërkon diçka të madhe. Ndjej këtë në thellësinë e qenësisë. Është zemra jote, thelbi yt, burthemeli yt, ti tani po fillon të jetosh. Ndjeja melodinë e saj të ëmbël, sepse sa pohë dhe hapat e pare që jeni të qeshnisur me kajtë të Davidit. Rrahjet e saj po bëhen më të shpeshta. Po dëgjoj një zë, po flet. Kush është? Shpirti, po qenë ka shpirti im. Flit ka me tinguj hynor, unë e ndjej. U bëra me mishe me shpirt, tani ata u bën një. Tani ju plotove, mboshte padrejësinë ndaj vetes, fitove mëshirën e humbur. Ndjej brenda meje, tek vërshkon një lumturi e papërshkrueshme. Tashmë xhamat e kupit izoluas u thyen, unë jam e lirë, nuk jam më vetëm. Ti je e lirë, nuk je më vetëm. Me mua janë dalë të kajtra të tecet kristalta. Është rrezja fare e ti topi që quhet diell. Me mua është i gjithë universit ju. Me mua janë të tjerët. Me mua jeni ju. Ne jemi me ty. Do të takojmë trëndatilin më të bukur të kopshtet e tyre. Tashmë po afrohemi. Emocionet pushtojnë fuqishëm, duke më trashë të jetën butësisht në ajrin e lëndshëm. Tashmë hapat ngadalësohen, po afrohemi. Strëngoj fort në dorë zemrën e shpirtin tim e nis të flas. Më prit o profet i dashur, o mik i zemrave, o i shtrenjt i shpirtrave. Po vim drejteje të marim pak mëshirë nga mëshira jote. Pakës drejtësi nga drejtësia jote. Të marim pakës nur nga nurit, ja Resulallah. Ja Resulallah. يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة
që valësan në vlerim të prillit. Por si janë bliflat i verës që lëmon gjitërën të afilit. Por si bale e bregu tetit, por si gjama në pes qëtare, por si ushtima një tërmetit, një ashtu vërgjuha jonë shqiptare. Pashimje sa gjuhë e mi, sa shije e hije ka, e bukur dhe e lirë, e ëmbël dhe e letë, sa e mirë e sa me delë. Gjuhë e ëmbël, gjuhë amtare, je ëmbla gjuhë shqiptare, gjuhë e shenjtë ka që moqme, gjuhë sokollën gjërditësoshme. Në bitë të shekullit të ri, filizat e një tokër të rimën me latë, ku ndjerë se balë të dikton të katë. Edhe ju i që ka fshat e huaj dhe në marësi, duhe shtrejtë të tu. O, vullnetet të ndrypura, ndër grushtat e qilita. O, vullnetet të shtypura, në tembrët e murta, që në udhëpën e qafje, ti pari rëmë. Dhe potra tona, njeri për lëmë. Sonte, vetëm vetëm, në të erë të borit, askush. Thua, dhe kur jam haruar, në këto të roje, e super gjohë. Zgjohë, Kosovë, zgjohë në në ime dashur. Valin dhe emri ime. Zgjohoj, apo e ndjen vajin tim, apo e shes si ti kam ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si ti kam hedhur duart të zbelit, të të përqafoj, unë, ashtë i ytë. A shili që të si, pije, jemi, hanç, kohën, varin e kashtë. Jam përveshur me dëshirë punor, njëri tjetrin të ndihmoj. Besojmë Zotin e vërtet, se gjithë çka shohim, është ai vetë. Se njeriu në bëri Zotit tij, ai duhet kur do të bëj mirë. Të jeti urtë, me ndjerë të rosti, të mos përflas, të mos shërdoni, mendjen të aveshoni, të ma udhët i narkotë. Qoftë malkue ku shenë gatrime, dër këta vlazën shoq në shoq. Ku shenë donë me flokë shkrime, qka dhe sotë dhe të faqë. E një tokë që jetë të gjizue, e ke zanta sa mi tjetë. Shqiptaria që më të mbëllue, sot për herë Shqipte. Të dua Kosovë, të dua për këngën e babait, në brëmjeve pa dritë, për lutjen e nëna, vetimave, për pranverat loqe kresh. Kosovë, tokë e bajekur, të kërkojnë ndër libra e të gjejnë ndër gjuhë, të kërkojnë ndër tete e të gjejnë në shkëmbë, të kërkojnë ndër vare e të gjejnë në tufa kallinsh. Kosovë, je gjuha ime dhe ashti em. Ke formën e sofrës të dasmave të kuqe, je tashnja dhe armja ime. Dje pyet më ka rritur, dje pyet më ka plakur, Rrugët të mojnë. Në prehrin tënd jemi qetë, në prehrin tënd kemi mbetur. Këngët jehojnë. Të dua kur qeshti, kur qarë, kur ngrihem, kur zbres, kur e shtohem, kur ka muri, kur dashuroj, kur qmetem Kosovë. Mere të palim, pas të një ditë baboj. E din e kodë fshatit. Den, rahes të rahen, që të mund t'janë gjoshë sëmët e të kundra të qori. O, si nuk kam një grushë forë. Ti vi mu në zemër mari që të bëzanë. Tani, edhe a i që në të që i shidojnë. Ka dhe një të njësh, si të gëmë. Ma një peshë, dhe në peshë një qeshë. Unë vuaj, dhe në vuaj të vdes. Po në kur, e u kur ka për qeshë. Apo, ndoshta më parë duhet vdes. Pa ke drish, o burë, hero, nga do shpijen, burë që shkatron në ndërton të sërish.
këtë rritë të lutem, vetëm shikë ke, se do që mendëm këtë natë, pa gjume pa pishë. I vija arës, mes për mes, e gjerë në brez, e përmbi brez, unë bas me gas në grurin tim. Të deo tim, të babës tim, të birit tim, sot e përjet, t'jet pas jetë. Dhe ndje që shtet në zëtë qetë, i madhet nga barta poshtë. Ta mbroni vet, ku eshtrat kam, ku hi e tokë e pluhur jam. Ta mbroni dhe që u shetë, dhe sot si vjetë. Ta mbroni dhem, me zjarë ta mbroni, me gjak ta mbroni, të derni gjakun, me grusht e plot, por kur lot, as sot, as mot. Se loti është robëri, gjaku, Liri! Si gjithmonë, para kryesore vjen mbi të zotin e shtëpisë. Ai drejton atë dhe përkrah çdo aktivitet. Atëherë, kjo barë e tërë vjen edhe mbi drejtorin aktual, magjistër profesor Jakub Çunoku, i cili është përgjegjës i kësaj vatre diturie, e që asnjëherë nuk ka munduar përkrahja dhe mbështetja e tij karshi kërkesave tona, me të vetmin qëllim që ne t'i shpalosim vlerat tona. Andaj, shfrytëzojmë rastin t'i themi faleminderit drejtor. Ftojmë drejtorin të marrë fjalën përshëndetëse dhe të përgjigjet. Më lejoni që të gjithëve t'ju uroj mirëseardhje dhe të përshëndes me selam aleikum. Kam kënaqësinë që para jush të shpalosi ndjenjat e mia personale me rastin e organizimit të këtij shënimi të këtij përvjetori, ku së bashku po shënojmë një sukses të përbashkët e që është 20 vjetori e hapjes së paraleles së vajzave në medresen Alaudin. Prandaj, u jam shumë mirënjohës të gjithë juve për kohën që datë të jeni me ne. Arsimi është ndër fushat më të rëndësishme mbi të cilat ndërtohet ardhmëria e një shoqërie. Shkolla jonë, medreseja e mesme Alaudin, është ndër shumë shkollat në Republikën e Kosovës që ka dhënë dhe vazhdon të jap një kontribut të shmuar në fushën e arsimit dhe të edukimit mirëfillt të gjeneratave të reja. Kjo shkollë është avancuar dita ditës, që nga themelimi i saj e deri me tani, duke afruar arsim e edukim për të gjitha vajzat e këtyre trojve. Ky ishte një hap i madh për kohën, i vështirë për të implementuar, i guximshëm për rrethanat, i sfidueshëm për nga kostoja, por i garantuar në sukses sepse ishte dhe është në përputhje me urdhnat hynor në Kur'an dhe në traditën profetike. Andaj Zoti fuqiplot në Kur'anin fisnik ndër të tjera ka thënë: lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Kurse i dërguari ynë Muhamedi alayhi salam kishte thënë: kërkimi i riturisë është obligim për çdo musliman, dhe këtë trajtesë dietarët e hadithit gjithmonë e kanë bashkangjitur dhe për muslimane. Këto dhe shumë porositë e tjera ishin frymëzim për të gjithë ata hoxhallar, mësimdhënës e mësimdhënëse, punëtor e punëtore që dhanë shumë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Sot jemi këtu së bashku me ju të shënojmë këtë ecje të gjatë, të lodhshme, mirë po ballë hapur, të shënojmë këtë 20 vjetor të hapjes së paraleleve tona. Tani këtë rrugtim e gjetëm të trasuar nga paraardhësit tanë, drejtorët e medreses ndër vite, me shumë profesor e profesoresha, ndaj të cilëve unë jam këtu, e që në emrin e medreses Alaudin t'i falenderoj dhe ndaj tyre të shpreh mirënjohjet për punën e zellshme që kanë bërë në përgatitjen e këtyre kuadrove. E di që një pjesë e atyre mësimdhënësve që ishin me ne në këtë rrugtim, sot
nuk janë me ne. Disa nga ta kanë kaluar në amshim. Mirë po jam i bindur se pas vetës ata kanë lënë një armadë të tërë që do bëjnë lutje në çdo kohë për ta, që Zoti i gradoj me mirësitë e tij. Vëllezër dhe motra, nëna është një shkollë e cila nëse është e edukuar, atëherë edukon një shoqëri të tërë. Sot, ky numër i madh i juaj dhe shumë të tjera që në pamundësi të jenë me ne, janë suksesi i kësaj shkolle. Prandaj, ju njoftoj se deri me vitin shkollor 2016-2017, nga ky tempull dje kanë diplomuar 1003 medresiste, duke mos llogaritur edhe ato me korrespondencë. Së bashku, me korrespondencën kalon ky numër 1150 të diplomuara. Me këtë përçon një mesazh të qartë se Islami ka qenë dhe mbetet fe e dijes, e shkencës, e paqes dhe së drejtës. Në këtë një mishe kemi shumë vajza që dita ditës na bëjnë krenare neve dhe të gjithë besimtarët këtu dhe jashtë vendit. Të nderuar miq, jemi të vetëdijshëm se shkolla jonë posedon një pjesë të shmuar të pasurisë së shoqërisë sonë, e që janë nxënësit dhe nxënëset tona, kuadrot e së nesërmes dhe ardhmja e shtetit tonë. Japse ne vazhdimisht mundohemi të jemi në funksion të arsimit dhe edukimit mirëfill të tyre. Sot, mendoj dhe besoj se vepra më e çmuar dhe më e vështirë është të edukosh fëmijën, ku kien parasysh rrethanat e ndryshme sociale, kulturore e financiare. Të vetëdijshëm për këto sfida, falëndimës së Zotit, për krahjes së pakursyer të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Ministrisë së Arsimit, Drejtorisë Komunale të Arsimit, edhe juve të gjithëve, sot jemi këtu dhe u jemi shumë mirënjohës. E di se para vetes kemi edhe shumë sfida e angazhime, sepse rrugtimi ynë do të jetë i gjatë, por sot e kemi shumë më lehtë, krahasuar me fillimet e punës së kësaj paralele. Krejt kjo, kur e kemi pranë nesh për krahjen dhe mbështetjen tuaj të parezerë në çdo kohë dhe këtë numër kaq të madh e të bereqetshëm të medresisteve. Unë ju garantoj që së bashku me personelin e medresesë Alaudin dhe degët e saj në Prizren e Gjilan, do të punojmë shumë në mënyrë që emanetin e edukimit dhe arsimimit që mbajnë mbi supe ta përcjellim në mënyrën më të mirë. Unë e kam edhe një kërkesë të vogël për ju të pranishëm. Vëllezër e motra, kërkesa ime ka një peshë të madhe për ne. Ju lutem të mos na ndani nga lutjet tuaja të sinqerta, pra që Zoti të na bereqet e suksese në punën tonë, e që të jemi një argat i punës së mirë për shoqërinë dhe vendin tonë. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe shpresoj që keni kaluar çaste të mira në këtë shënim të këtij përvjetori të 20. Uroj që së bashku me ju të shënojmë edhe shumë përvjetor tjerë. Unë do doja që para se ta përmbyllim këtë, Medreseja Mesme Alaudin së bashku me këshillin organizator kemi marrë vendim që të ndajmë disa mirënjohje për aktorët më të rëndësishëm që na kanë ndihmuar gjatë këtij rrugtimi ton 2 dekada. Andaj, duke nisur fillim me shprehësicionin ton të shenjtë që kemi Bashkinë Islame të Kosovës, e cila në vazhdimsi është kujdesur për interesat e arsimimit mirëfill të Islamit të gjeneratave të reja, do doja që të shpalosi para jush të nderuar dhe të respektuar që Medreseja Alaudin ndan një mirënjohje për kryesinë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe do dëshiroja ta ftoj myftiun që pranoi këtë mirënjohje. Para jush Medreseja Mesme Alaudin ka ndan një mirënjohje dhe për Haxhi Ilaz Uken, e ftoj profesorin Ramadan Uken ka pranuar mirënjohjen. Për të ndarë këtë mirënjohje,
kam vullnetin dhe dëshirën të aftoj profesorin Mulla Bajrosh Efendi Ahmedi që bën gjanë kësaj minore. Këshilli ka vendosur që t'i ndahet 1 milion për një punë të jashtëzakonshme, e cila përveç një edukimi dhe arsimit mirëfill që bën nxënësve tona, ajo është pranë tyre edhe në çfarë do aspekti tjetër. Po mbi gjitha, paraqitjen e programeve që neve na bën është prezenca e saj, andaj do doja që ftoj para jush profesoreshën Shah Memishit do doja ta ftoj homologun e profesoreshës, profesorin Isut Gaçeli, para pak në ka dalë në prezent, ta bëj shpërndarjen dhe ekzaminin. Unë shpresoj që në takimet tona të ardhshme që do të shohim për vjetor dhe sukseset të përbashkëta tona, do ndojmë me noje tjera, lutj Zotin dhe i falënderoj për vëmendjen e juaj. Falënderoj shumë.